Çfarë të tha për atë videon që doli, për atë lajmin që doli me Jozin që kishte përqafuar i gocë tjetër? Më pyeti si ndihesh, si thash unë shumë mirë bën. Zoti bekoft dhe atë dhe ato. Ti i the mamit që ndihesh mirë? Çfarë do ju them? Po si ndihesh në të vërtetë? Si ndihem? Jo mos më bën asnjë përshtypje. Po bëj si mamit. Oma. Unë mendoj kam nga eksperienca ime të paktën gjatë që ditën që jam larguar nga shtëpia, që u largova për qytet tjetër, shkova në shkollë të lartë dhe deri ditën që i mat kam mbyllur syt, unë e kam telefonuar vetë absolutisht çdo mëngjes, absolutisht. Dhe nuk e konceptoj dot se si mund të bëhet një prind i rënd, më thënë, paktën nga marrëdhënia ime me Timat, kam eksperiencë që ai kur nuk e ka tepruar më ka dhënë një liri të jashtëzakonshme, më ka dhënë një vetbesim për sa kohë kam ndonjur në shtëpi dhe mendoj që ka qenë investimi më i madh që mund të bëj një prind. Unë po përpiqem shumë dhe nuk e di sa doja dal ta bëj këtë me gocën time. Nga ana tjetër, mami nuk ka qenë gjithmonë pak më e sertë, se është dhe nga Vlora. Ka bërë ndonjë pyetje më shumë se ç'duhet, ndoshta për momentin mua më ka ardhur si pyetje pak më e rëndë se ç'duhet. Ose mamat janë ato që pyesin më shumë se baballarët. Por gjithsesi unë mendoj që e para për t'i dënuar as nuk do më shkonte në mend kurrë, po nuk mendoj se kemi prindërim të tepruar. Unë vdes kur merr mamin telefon dhe më pyet, "Ça hëngre? A hëngre?" Dhe sot do të për ditë flasim, se nuk e kam në shtëpi. A hëngre, qa gatove, do gatuash këtë, kjo bëhet kështu, më shpjegon si gatë, dhe unë kam durimin ta dëgjoj me thënë drejtën, sepse zakonisht telefonatet i bëj kur jam në darkë në shtëpi. Edhe më mbushet zemra që e kam në telefon, që bëjmë ato bisedat që mund të duken edhe kështu, e di, e di, do bëjmë qepën, si ta gatuaj këtë, si ta gatuaj atë. Pyetja kur do martohesh, siç është pyetja që ndoshta e bën gjithmonë mamat. Ma bën mumi akoma, Gerta! Edhe, në do të dish, nuk më bezdis fare. Ti si përgjigjesh, çfarë i thua? Ja, të mbush pezjet, i them unë edhe kam të vëjdasëm. Po bëj beb, këtë e ka në gojë. Bëj një beb, mi se ta risun, mi budallaqe, ta risun, thot, do më lutet çdo ditë me bëj beb. Tani unë këtë do ta bëj, ma, do ta bëj dhe do ta si. Mami Eglës është edhe përparimtare, duhet pranuar. Egla, dëgjoj, ndryshe nga mami sugjeron të bësh një beb edhe e pamartuar apo jo? Shumë e mirë, është open mind. E pra, se kjo është gjë për të vlerësuar. Besoj keni parë të gjitha të video kur Mira Murati prezantoi mamas së vet ChatGPT-n edhe pyetja e parë që ka bërë mamaja Mira Murati. Kur do martohet? ChatGPT ishte kur do martohet Mira. Kur do martohet Mira, normal. Po në fakt ndërkohë mami në bezdisje kjo. Mami ime, jo, shkreta mami im e vetmja gjë që thot aman mos u marto më. Varet pak nga jeta që i ofron ti prindi do me të lutem mbylle, të lutem. Jo, po ta kërkoj unë. Po ka dhe nga ato mama që thon, jo, mos u divorco, do qëndrosh me atë burr. Po kam dëgjuar. mama të tilla. Po këto janë të tmerrshme. Pastaj këto hyn te abuzimet, nuk hyn më te prindërimi. Kjo është dhunë psikologjike e tmerrshme që nuk duhet ta lejoj asnjë vajzë apo djalë në planet. Domethënë, po asnjë prind nuk duhet t'ja bëj këtë asnjë vajzë apo djalë. Dhe ka shumë prindër, jam dakord, shumë, nuk besoj se ka shumë, po janë disa lloj prindrish që ata shohin veten e tyre me fëmijën, pra ëndrat e tyre. Jo, nuk është ajo më shumë se sa nisi nga mentaliteti. Jo, vetëm mentaliteti, gjendja financiare. Nëse një grua mund t'ja dali sot të jetë e divorcuar dhe pa burrin, pa bashkë. Po se nuk ka nëna apo babe që nuk do fëmijën e vet. Nëse një fëmijë është i pavarur, dhe ka shumë nëna që e kërkojnë këtë gjë. Nëse një fëmijë është i pavarur, le të vër limitet edhe kufijtë e veta. Po nëse një fëmijë e mban prindi dhe pretendon akoma nga prindi bezdiset dhe nga telefonata, nuk jam dakord. Nuk jam dakord. Ndoshta nga që nuk i ke patur të tepruara, ndaj nuk je dakord. Po kur fillojnë të jenë të tepruara, është bezdi e madhe dhe mendoj faktikisht që prindit shqiptar e kanë fakt. Jo, duhet t'jesh i zoti vetes, t'ja tregosh prindit
që je i pavarur, që ti a del vetë në jetë dhe pastaj ata e ulin nivelin prap të pyetja nuk është krim më i Gerta, pyetje shumë mirë bëjnë që pyesin. Një Marrëdhënia pyetje prind fëmijë nuk ka të bëjë shumë me pavarësinë, domethënë flasim për ato rastet kur Gerta tha që ndonjëherë edhe i shtrëngojnë, mos divorcohen sepse s'kan ku shkojnë, sepse kështu, se ashtu, nuk është kjo. Këto janë raste që fatkeqësisht ekzistojnë akoma në Shqipëri. Po pse nuk ka nëna Egla, nuk ekzistojnë nëna ose baballar të cilët nuk kanë arritur që të krijojnë, të realizojnë një ëndër të tyre dhe i luten fëmijës? Me thënë, ti bëu doktoresë, se unë su bëra dot, se u martova, se ngela shtatzan, se a janë të vërteta këto? Këto mund të jenë të tepruara, por telefonatat dhe pyetjet të mendoj që janë sublim. Mami mua më merr gjithë kohën doktoresh. Po, pse mos mami më merr në telefon dhe më pyet se ka dhe nga këto mama si mami. Po pra. Që më pyet vetëm për çunat. S'do t'ja di fare për mua, thot çunat. Si ja, shumë e bukur, është mjalti, s'ka faj.